Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gerta largohet nga shtëpia e famshme, heq dorë nga çmimi i madh. Rozana Radi u shpall finaliste e parë e edicionit të 4 të Bigut. Ajo ishte në televotim me Gerta Gixharin, me rast ku edhe fitoi duke u shpallur finaliste nga publiku. Në ditën e sotme, Gerta është parë duke qarë në lidhje me këtë, duke thënë se nuk ja pranon dot vetes. Për Zotin e Madh, me fitu ti e pranoj, por me fitu ata nuk e pranoj, tha ajo teksa shie duke qarë. Gjesti paralajmëroi produksionin se do të largohet pasi po i bëhet pa drejtësi.